Në fshatin Art çdo vit festa e Pashkëve pasohet nga karnavalet. Me kostume tradicionale si dhe veshje të ndryshme simbol të kësaj dite, banorët e zonës përreth u mblodhën në qendër të fshatit dhe në rrugët e Nartës. Karnavalet, tradita e trashëguar ndër breza, nisi të dielën e Pashkëve për të vijuar për 3 ditë deri këtë të martë. Festimeve janë bashkuar edhe 10 banorë të Nartës, të ardhur nga Greqia, apo edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian ku jetojnë dhe punojnë për të festuar Pashkët, por edhe karnavalet traditore. Gjithçka në qendër të fshatit dhe në rrugët e tij, ku të rinjet e reja vishen me kostume tradicionale të zonës duke festuar e kërcyer. Shumë bukur, tani në mëngjes nuk ka shumë njerëz, po do mblidhemi. Na është ngjirur zëri, shumë bukur, do festojmë sot, jemi gjithë ditën. Pastaj në darkë do bëhet aty të jeni në darkë të shikoni qefin e madh. Do vishen të gjithë komplet. Jo, se jetojmë në vendet e huaja. Mua më keni marrë prapë intervistë në fakt. Edhe andej marrin pushimet fëmijët me Pashkët Katolike, kështu që s'vim dot. Kësaj radhe erdha vetëm edhe po kalojmë bukur. Super fare. Si është atmosfera shumë e zjarrt. Si është? Nga ka? Këtu jam, Jo, se kam në Vetë banorët shprehen se karnavalet janë një festë e vetë fshatit, ndërsa duhet të vijohet e trashëgohet në breza. Së bashku me Pashkët, fshati Nartës feston karnavalet, një fest pagane prej shumë vitesh. Banorët konfirmojnë se gjatë festimeve të rinjet e reja, apo edhe banorë të tjerë, vishen me kostume tradicionale, kostume popullore, maskime të ndryshme kafshësh dhe të prallave. Jam kryeplak i fshatit të Nartës. Kemi organizuar këtë vit një atmosferë të madhe, pa probleme, po do të them që me ata çunat që kemi, mundohemi që mos ta mbasim këtë traditë. Ju falenderit edhe rendit, falenderit djemve që na kanë nderuar, edhe deri tani kemi kaluar mirë, po sot është pak ditë e gjatë, se nuk ashtu, nuk se dorin të ditën, po do të them vetëm kaq, që Narta nuk ka për ta humbur traditën. Me sa kemi mundësive, brenda mundësive. Po deri tani kemi kaluar mirë. Ka patur pjesëmarrje? Po, ka patur pjesëmarrje të mirë. Sidomos sot është dita e tretë, do ketë pjesëmarrje shumë të mirë. Vinë edhe nga zonat tjera? Po, vinë nga zonat e tjera, po. Vinë nga zonat e tjera, sidomos dije mbazite ka qenë një atmosferë e madhe dhe shumë e qetë. Sot është dita e fundit, unë që kryeplak, me gjithë kryeplejsin, e kemi organizuar mirë ato traditat, edhe mesat e gjinë me ato, dhe kemi bërë dhe për të ngrënë dhe për të gjitha. Djemë kanë paguar që mos të humbasim të tradit. Deri sot jemi mirë. Sot është dita më e vështirë. Nga kanë ardhur? Nga cilat shtete? Nga gjitha, nga Holanda, nga Greqia, nga Gjermania, se kanë ardhur, po pjesëmarrja e djeshme ka qenë e papar. Atmosfera e mirë është, po më mirë në YouTube e shikoni, kontrolloni, ata u japin të gjitha të drejtat. Po ku keni ardhur? Keni ardhur për Pashkët? Për Pashkët. Nga ku jetoni? Unë në Pire. Do rini shumë? Dori, një 2-3 muaj dori. Keni marrë pjesë në karnavali, keni ndjekur këtë vit? Po si. Sot është ditë e fundit? Po. Tradit karnavalet apo jo? Tradit e veve, tradit. Atmosfera është e shkëlqyer. Se vjet na kanë ardhur më shumë djem. Megjithëse kushat janë më të vështira se çmimet e naftës në Evropë kanë arritur kulmin, megjithatë djemt gjetën mënyrën dhe erdhën për ditët e Pashkës, por më shumë për të festuar rilindjen, rilindjen e Krishtit, edhe ruajtjen e këtij zakoni të mrekullueshëm të karnavaleve të fshatit tonë, që është një zakon gati 3000 vjeçar, është prehistorik, ka origjinën prej festimeve të para Krishtit të Athinës, dhe më vonë transformua dhe transportua brez pas brezi, vit pas viti në artën e vjetër. Megjithëse arta e vjetër si pas historisë ka ndryshuar disa vend banime këtu brenda këtij territori, po përsëri zakonët nuk harroi, po më kryesorja që nuk harroi gjuhën e saj në rast të parë, besimi fetar, po
të gjitha këto të kompletuara me këto zakonet e mrekullueshme të festës. Simboli i karnavaleve janë kostumet tradicionale të zonës që janë trashëguar nga brezi në brez. Ceremonia nis në sheshin kryesor të fshatit, ndërsa më pas zhvendoset në të gjithë nartën. Nuk mungojnë vallet, padyshim, të cilat janë pjesë e pandare e festimeve të karnavaleve përgjatë 3 ditëve të festimeve, një traditë e vjetër dhe hershme që kërkon t'u përcillet edhe brezave.